Shëndetje, unë jam Besimi dhe mirë se veni në kanalin tim. Sot do të flas për qeverisjen korporative, për parimet, modelet dhe praktikën e qeverisjes korporative në Kosovë. Kjo temë mund të jetë e rëndësishme për dy arsye. Mbi 95% bizneseve në Kosovë janë pronësi të familjeve, ndërsa dihet për literaturës se së paku 7% e bizneseve familjare nuk mbijetojnë gjeneratën e dytë edhe më pak gjeneratën e tretë. Nga anën tjetër, qeverisja korporative ka instrumente, mekanizma, korniza, të cilat janë treguar të suksesshme në sigurimin e mbijetesës apo të qëndrueshmërisë së bizneseve, siç janë ato familjare. Një arsye tjetër mund të jetë edhe një falloj analize e ndërmarrjeve publike në Kosovë, ato në niveli qendror, të cilat thuhet se udhëhiqen apo qeverisen në bazë të parimeve të qeverisjes korporative. Një analizë sipërfaqësore tregon që kjo nuk qëndron dhe ato efektivisht janë të privatizuara apo punojnë për interesa private. Qeverisja korporative si koncept, si çdo koncept tjetër në menaxhimin e biznesit, ka lind si nevojë e kohës, pra për të adresuar problemet, sfidat e një momenti. Nëse kthehemi atje në shekullin 17 në Holand, atë kohë shohim që kishte filluar të lulëzoj tregtia oqeanike me Azinë. Mirë po ishte një rrugë e largët e përcjellë me shumë rreziqe. Njerëzit dëshironin të përfitonin prej asoj pune për asoj vimtarie, mirë po nuk e dëshironin rrezikun. Disa tjerë nuk pritonin ta merrnin rrezikun, mirë po nuk i kishin kapitalin. Dhe zgjidhja ishte relativisht e thjeshtë. Financimi i biznesit pa menaxhimin e tij. Pra, investitorët, ata që kishin kapitalin, punësonin kapiten, një farë lloje menaxher profesionist, merrnin me qira anije, angazhonin marinerët e këta gjithë bashku e kryenin punën, pra merrnin atë rrugë dhe normalisht kur kthehej anija, atëherë ndanin profitin. Dhe ky është parimi i bazë i qeverisjes korporative, një farë lloj ndarje e profitit, po edhe rrezikut. Interesante cekët se kjo ndodhi, kjo funksionoi në Holand, për shkak se Holanda asoj kohe kishte një sistem ligjor efektiv dhe të besueshëm. Mirë po ishte një faktor kulturor ku holandezët asoj kohe kishin një etikë të lartë individuale, pra i besonin njëri tjetrit. Dhe ky është kushti parsor për investime në projekte afatgjate. Janë 3 shtyllat e qeverisjes korporative. Shtylla e parë është ndarja e pronësisë prej menaxhimit. Nuk do mos kjo do të thënë që duhet të ndahet simetrik apo të ndahet një mur, mirë po e ndarja duhet të jetë e qartë. Bill Gates punon si menaxher në Microsoft, mirë po edhe ka pronësi aksione të shumta. Po, ai punon me një kontratë, ka obligime dhe drejta të qarta në atë kontratë. Dhe normalisht monitorohet pe një bordi, edhe për institucione të tjera financiare të cilat janë atje që funksionojnë në Amerikë. Pra, duhet ketë rregulla transparente dhe të formalizuara dhe gjithë kjo të monitorohet, të rregullohet, të mbikëqyrët nga një sistem i drejtësisë i cili është efektiv dhe i besueshëm, se pa gjykata efektive kontratat nuk kanë vlerë. Kjo është me rëndësi të cekët se nuk mund të kopjohen modelet të avancuara të qeverisjes korporative të cilat janë treguar të suksesshme ta zë New York ose në Londër dhe të zbatojnë në Kosovë, se nuk i kemi rrethonat e njëjta, nuk kemi sistemin e drejtësisë të njëjtë, nuk i kemi karakteristikat ekonomike, pra jemi një ekonomi e vogël dhe jo fort dinamike, po edhe karakteristikat kulturore janë ndryshme. Megjithatë, mund të zbatohen instrumente, mekanizma specifik të qeverisjes korporative, të cilat janë të treguar të suksesshme pavarësisht rajonit, pavarësisht vendit. Kur flasi për modelet e qeverisjes korporative, ai kryesori është anglosaksonez. Du të them që modelet qeverisjes korporative ka atë sa ka vende, atë sa ka dhe kompani. Pra ka ndryshime të mëdha prej një modeli në model tjetër. Po ky është kryesori dhe është relativisht i thjesht, ka një strukturë vertikale apo një lloj piramide ku pronarët e aksioneve, ata që zotërojnë kapitalin,
e emëroj një board, boardi më pastaj përzgjedh menaxhmentin dhe menaxhmenti udhëheq me punëtorët. Krejt ideja e këtij modeli është që me pas sa më shumë, me siguru sa më shumë profit për pronarët e aksioneve. Është dinamik dhe involved nga tregu, pasi që pronarët e aksioneve mund t'i shesin edhe i blejnë ato aksione, ato investime që i kanë kompani, që krijon një presion t'jashtëm ndaj kompanisë. Pra nëse kompania nuk punon mirë, ata thjesht pronarët e aksioneve i shesin ato aksioneve, kompania bankroton. Është interesant se ky model spaku formalisht, zyrtarisht, implementohet në Kosovë në ndërmarrje publike të nivelit qendror, por në praktik jo. Do të flas më vonë edhe për këtë. Kemi edhe modelin kontinental, një model më i balancuar, ku fokusi nuk është vetëm te profiti për atë për pronarët apo ata që kanë aksionet, mirë po është mbrojtja e hisedarëve, njerëzve që kanë hise, entiteteve që kanë hise. Këta mund të jenë punëtorët, mund të jenë edhe ndoshta institucione publike lokale, siç është rasti në Gjermani, mund të ketë edhe shoqata të ndryshme. Pra, në këtë model, objektivi, qëllimi i ekzistimit të organizatës nuk është vetëm të siguroj profit për investitorët, mirë po, si me thonë, të adresoj ose të kënaq shumë hisedar që ndërlidhen me veprimtarinë asaj kompanie. Ky model është zakonisht prezent në viset gjermanofolse, shumica e kompanive të mëdha në Gjermani, në Austri e kanë kësaj lloj modeli. Sektori privat në Kosovë, nëse shikojmë sektorin privat, model që qeverisja kooperative kryesisht është zbatuar në sektorin bankar për shkak të rregullativës ligjore. Po edhe kjo është deri diku. Bankat ndërkombëtare normalisht duhet të kenë qeverisi kooperative të plot për shkak se mjaft ka imponu vendi i origjinës. Mirë po sa i përket bankave kosovare, ato kryesisht janë formale ku bordi i drejtorëve, nëse e kanë me emër tillë, funksionon më shumë si trup këshilldhënës, gjësa vendimarrja funksionon në kanale tjera. Pra në praktik vendimin e ka marrë dikush tjetër, mirë për procesohet ose kalon nëpërmjet bordit. Sa i përket kompanive tjera apo sektorëve tjerë, rrallë ndonjë firmë private kosovare ka bord të drejtorëve funksional, edhe ato që janë qyshtash janë kryesisht formale dhe funksionojnë më shumë si trupa këshilldhënës. Tash, a duhet patjetër qeverisja kooperative? Nëse një pronar ose një që e ka në pronësi kapitalin dëshiron ta udhëheqë biznesin vet, jo. Krijimi, adoptimi i qeverisjes korporative vetëm se krijon probleme, vetëm se rrit kostën e punës. Mirë po, ku qeverisja korporative mund të ndihmojë është te ndrrimi i gjeneratave. Pra formalizimi i kontratave, statuti e ato gjëra tjera që përcillen me qeverisjen korporative ndihmon shumë në sigurimin e qëndrueshmërisë së kompanisë gjatë ndrrimit të gjeneratave. Duhet të kuptojmë se kur disa vëllezër ose familjarë e fillojnë kompaninë, ata e bëjnë një klimë jashtëzakonisht mirë, mirëbesimi dhe uniteti. Ka një kosto më të ulët punës, koordinimi është fenomenal dhe kjo normalisht rezulton me një sukses në biznes. Mirë po gjitha këta faktorë ose janë dobësuar ose nuk janë më prezent në gjeneratën e dytë dhe tretë. Në fakt, ajo që hasën gjeneratën e dytë është nganjëherë edhe një barë emocionale prej fërkimeve ndryshme familjare që në një farë forme i pengon ata familjarë të bashkëpunojnë mes veti. Pra, duhet të kuptojmë që dinamika, konteksti i të bërit biznes në gjeneratën e parë dhe në gjeneratën e dytë nuk është i njëjtë. Pra po kjo qeverisja korporative ndihmon në adresimin e këtyre sfidave. Nëse dëshironi të filloni me qeverisjen korporative, ngati ja nisni. Si e përmenda më herët, modelet avancuara që përmenden libra që janë në New York ose atje në Londër nuk funksionojnë në Kosovë, nuk i kemi rrethonat, nuk i kemi kushtet. Mirë po mund të kthehemi në parimet bazë të qeverisjes korporative, të cilat janë treguar të suksesshme ngado. Para që ju duhet t'i ndani rolit. Duhet të definohet kush është pronar, sa janë aksionet dhe kush është menaxher, edhe nëse janë jetës familje. Dhe ata menaxher punojnë me rruga dhe kontrata si punëtor tjerë. Nëse krijoni një bord,
që është mirë ta krijoni, atëherë ai bord duhet të ketë antarë që ka një reputacion, ka një kredibilitet dhe ndoshta mund të thujnë edhe ju. Edhe kjo, kur thujnë ju, nuk është do mos të kundërshtojnë pronarin, sepse ushtrimi i pronësisë është drejt absolute. Pronari mund të largoj bordin, një ose dy antarë bordi, ose mund ta shkarkoj tër bordin. Po ideja është që ta keni një bord i cili e pasuron vizionin e juaj, e filtron, e zbaton. I edhe ju njerëz që veç paguhen për t'ju thënë mirë e ke. Formalizoni sa më shumë rregullat e lojës, pra janë kontratat e aksionarëve, statusin e bordit, procesin e vendimarrjes, mekanizmi i trashëgimisë, nëse të tazëmi vdes një antar i familjes, qysh trashëgohen atë aksione, a mund shiten, a mund blehen, nëse shiten kush ka drejt i blej, kush ka drejt i shes, ndarjen e fitimeve dhe posaçërisht me rëndësi që zakonisht nuk ceket shpesh në opinion është shkalla e investimeve. Nëse ka fitime, një pjesë gjithmonë shkon për investime, një pjesë e vogël duhet jetë për fitime. Dhe planifikoni suksesionin ose trashëgimin. Është vonë që kjo punë t'i lihet gjeneratës dytë. Ju do të filloni që tani në mënyrë se gjenerata parë, sidomos i ka do përparësi. Ka një kredibilitet të punëtorët, ka një reputacion treg dhe ka ma let i bëjë ato ndryshime tash, se sa t'ja lejoj gjeneratës dytë, e cila as nuk i ka atë përvojën, po as nuk i ka reputacionin, nuk i ka autoritetin që të bëjë ndryshime domethënëse në kompani, sidomos me kontraktor. Pra filloni tani, në mënyrë që kur vjen koha ata janë gati të vazhdojnë. Pak do të flas për ndërmarrjet publike. Pra formalisht kanë strukturë anglosaksoneze. Çka në kupton kjo që qeveria në ligj është aty që është pronare 100% e aksioneve tazemit të Kekut, Telekomit ose Trepçës. Edhe ndërmarrjeve të ujit, po ndërmarrjet e ujit kanë edhe një komponentë sociale dhe ato funksionojnë me një formë tjetër. Mirë po, nëse shikon formën se si qeveria e ushtron drejtën e pronësisë në ndërmarrje publike qendrore, atëherë është një çudi. I vetmi halk, i vetmi mekanizëm, instrument për ushtrimin e pronësisë të qeverisë ndaj ndërmarrjeve publike është një farë lloj departamenti quhet ose njësia për monitorimin dhe politika e ndërmarrjeve publike ekziston ose funksionon në Ministritë e Ekonomisë. Ajo njësi ka pak njerëz edhe më pak autoritet. Dhe këtu vim me një situatë shumë çuditshme. Ligjërisht qeveria është pronare e ndërmarrjeve publike, mirë po praktikisht nuk ka mekanizma të ushtrimit asaj pronësie. Dhe çka ka ndodhur është që historikisht qeveria nuk ka ushtruar të drejtën e pronësisë në ndërmarrjet publike dhe ato janë lënë pas dore ose janë braktisë ose thjesht ju kanë transferuar klaneve interesit që funksionojnë në to ose që janë të lidhura me to. Kjo i bjen që Keku, Trepça, Telekomi efektivisht kanë qenë të privatizuar dhe mbesin të tilla. Sepse funksionojnë kryesisht për interesa private. Ato kanë lidhje politike, mirë po nuk kontrollohen nga politika. Në fakt, për Kekun mund të thuhet që Keku dhe njerëz të lidhur, entitetet e lidhura me Keku, ato dhe kontrollojnë institucionet politike dhe drejtësisë. Me ligjet dhe sistemin aktual, reformimi i ndërmarrjeve publike është i pamundur. Pra duhet të ndryshohet ligji në mënyrë që qeveria të ketë të drejtën edhe në praktikë të ushtrimit të pronësisë dhe ato ndërmarrje të punojnë për interesin publik ose thjesht të hipen me koncesion dhe në mënyrë që të komercializohen për interes publik. Faleminderit shumë, nëse keni ndonjë pyetje apo koment, më shkruani.